Mit dem neuen Polizeigesetz soll die Bundespolizei befugt werden, gefährliche Drohne unschädlich zu machen und notfalls auch abzuschießen. Die dafür nötige Technik soll nun angeschafft werden. Pra, nëse se keni kuptu, policisë po do më japë drejta momentalisht për dronat, po në talmën po diskutohet më jap edhe më shumë drejta dhe jo vetëm të dronat, po edhe të njerëzit. Njerë gjuj, pastaj pyet. Kryesisht unë e shoh si jo e keqe, por jo kaq shumë drejta. Pse jo e keqe sepse sinqerisht me ta blloku një aeroport me t'i hub 1 miliona euro me do drona është kogja e ronë. Ama nëse vjen çështja te njerëzit, sa do kriminal me kon dhe terrorist, me kon pala tjetër, do duhet me marrë me burgose, me pagu, e jo veç me një të brama dhe u kry, muhabeti. Qysh e shihni ju që pjesë ligjet?